çka do të veprojsh në ditën e parë të Bajramit vlla motor. E para është para se me dalë në xhami, të bësh tush, të veshësh teshat e mira, të parfimosësh dhe të shprehish gëzim. Gjatë rrugës e preferuar është që me bot tekbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Është sunnet që të dalen në namazin e Bajramit, në musalla, nëse është mundësia, burrat, gratë edhe fëmijët. Është sunnet që para se me dalë në xhami të hash hurma apo diçka ëmbëlsi, nëse han hurma, han tek. Është prej sunnet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të dëgjojsh, të falish Bajramin dhe të dëgjojsh hutbën e Bajramit dhe ec nga një rrugë kur të kthehesh nga rruga tjetër dhe është e preferuar dhe mirë që të ecish në këmbë, të shkosh te vendi ku falet namazi i Bajramit. Kështu që lusmi Allahun subhanahu wa taala që të kalojmë një ditë të bukur sipas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam në ditën e gëzimit, në ditën e Bajramit.